Është tradhtia një akt që i jep fund një martese apo një raporti dashurie për ty? Jo, unë për shembull nuk do i kisha fare problem nëse Kristiani do më tradhtonte. Po çfarë nuk kupton me këtë? E para jam e sigurt që nuk i intereson, domethënë nuk është se është i tërhequr nga dikush tjetër apo po edhe nëse do ndodhte që do ishte, unë do isha okay me këtë, sepse mendoj që marrëdhënia jonë është për te i këtyre, nuk varet nga thjesht një akt seksual apo nga një moment i caktuar zjarri që mund të ketë Kristiani për dikë tjetër. Ke frikë ti nga tundimi? Që mund të biesh në këtë tundim, në këtë grack, edhe pse ke një raport konsoliduar 12 vjeçar tani? Kam her pas here, patjetër njeri jam edhe unë, mund të ketë qelluar që kam rënë tundime, sepse jeta është e tillë dhe na vën përpara sfidave të tilla, por asnjëherë nuk mendoj që do shkatërroja familjen për një tundim të caktuar. Relativizimi i tradhtisë, nuk mendon që e kërcënon seriozisht raportin, martesën, familjen? Jo, sepse sinqerisht që nuk e ka rrezikuar dhe nuk do ta rrezikoj sepse nuk duhet parë si tradhti, si një mëkat i madh, se nuk jemi as në mesjet tani që të ndjehemi të kërcënuar nga turmat apo nga turra druve apo nga inkvizitorët. Vetëm se ti je shumë e guximshme që luan me zjarrin dhe thua zjarri të ngrohtë, nuk të djeg. Po flas nga përvoja vërtet, sepse vërtet që njerëzit duhet të jetë të çlirohen pak nga këto komplekse, se duaj që njerëzit të kuptojnë që lumturinë e tyre dhe ekuilibrin e kanë në dorë vet. Dhe nuk është nevoja që ti dramatizojnë gjërat apo gogoli tani ç'a do ndodhi, ti marrin gjërat me qetësi sepse janë procese që i kalon çdo kush, pra mos ndihem vetëm. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.